përmendët të gjitha kontributet e juja gjatë luftës e para luftës për UÇK-n, është dashur ta vini theksin të ajo e cila është më e rëndësishmja në fakt, qarmatosja. Nuk ka asnjë ushtri në botë e cila ka pasur aq shumë humbje e vuajtje duke e bartur armatimin të cilin ju e keni nënshkruar të dorëzohet në fund. Asnjë ushtri nuk ka humbur aq shumë pjesëtar të vet në kufi duke e bartur armatimin të cilin ju e keni dorëzuar në fund. Dhe kjo është jo veç papërgjegjësi, po është edhe krim historik që e keni bërë. Në përgjithësi ju jeni ngrit në karrierë me 3 lëshime pe. Tu e qarmatos UÇK-n, tu ju kthy privatizimit neoliberal dhe tu e braktis bashkimin kombëtar.